dhe 222 MW kapacitete eolike, duke arritur disa nga çmimet më konkurruese në Europë për energjinë e rinovueshme. Karavastaja 140 MW është sot në operim. Spitalla 100 MW është në ndërtim. Parku eolik në Kavaj 75 MW, Akërnia 100 MW dhe rreth 300 MW të tjera janë në proces të marrjes së lejes së ndërtimit. Është diversifikuar dhe rritur prodhimi i energjisë, ku 600 MW kapacitete të reja janë shtuar dhe priten edhe rreth 1000 MW deri në përfundim të vitit 2027. Nga vdekja e Enver Hoxhës deri në largimin nga pushteti të sekretarit të partisë tij në 2013 Shqipërisë nuk i është rritur asnjë megavat kapacitet prodhimi. Asnjë megavat kapacitet prodhimi. Po ka ndodhur e para shkatrimi total i sistemit të shpërndarjes. E dyta, privatizimi kriminal i 4 hidrocentraleve të ndërtuara funksionale, Shkopeti, Ulza, Bistrica 1, Bistrica 2, si kthim të VSH-je. Domethënë, në qoftë se duan korrupsion dhe duan të luftojnë korrupsionin, se krimin, me sa duket, nuk e kanë të lehtë ta luftojnë deri në fund, përderisa nuk kanë fuqi të ngrenë akuzë për 21 janarin, le të shkojnë dhe të marrin dosjen e këtyre 4 veprave të ndërtuara nga populli dhe që i takonin vetëm popullit. Dhe i u dhanë një kompanie që nuk i kthej të VSH-ja, i llogaritën të VSH-n, të VSH-n si ja u kthejmë, po merrni këto hidrocentralet. Dhe këta janë sot ata që vinë vërdall si qente pazarit me flak në përduar dhe me llapën jashtë. Sot energjia e rinovueshme përbën 44% të miksit total të energjisë në vend. Politikat e vetë prodhimit kanë nxitur rreth 400 MW kapacitete fotovoltaike për bizneset dhe familjet në vetëm 3 vite. Është përmbyllur dhe reforma për liberalizimin e tregut